Zulfiqar Zejnullah është zgjedhur ministër paresor në qeveri, pasi kuvendi sot i dha besimin me 67 vota pro, kundër emërimit të tij votuan 13 deputet, ndërsa nuk pati asnjë vot të përmbajtur. Me këtë emërim, përfundon zyrtarisht reformatimi i qeverisë, megjithse ende nuk është bërë e ditur se cilin resor apo cilat kompetenca do t'i besohen. Zejnullah është lideri i Partisë Demokratike të Turqve, e cila më 10 korrik nënshkroi marrëveshje për bashkëpunim politik me VMRO-DPMNE dhe u bë pjesë e koalicionit qeverisës Maqedonia Jote. Pas bashkimit të kësaj partie, grupi parlamentar i udhëhequr nga VMRO-DPMNE numëron 59 deputet. Në fjalimin e tij para deputetëve, kryeministri Hristijan Mickoski theksoi se propozimi për Zejnullën buron nga përkushtimi për një partneritet më të gjerë politik dhe përgjegjësi të përbashkët në punën e qeverisë. Koalicioni i udhëhequr nga LSDM nuk e mbështeti propozimin për zgjedhjen e Zejnulla si ministër paresor. Sipas deputetit Oliver Spasovski, kjo nuk ishte për shkak të kandidatit, por sepse sipas tij, me këtë emrim nuk do të ndryshojë asgjë. Spasovski deklaroi se bëhet fjalë për një ministër për Badenter dhe jo për përfaqësimin e turqëve në kuvend.